Ashtu siç paralajmëroi, Partia në Pushtet Lëvizja Vetëvendosje është ankuar zyrtarisht në gjykatën kushtetuese kundër dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Sapo kemi dorëzuar kërkesën e nënshkruar nga 30 deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit të presidentes lidhur me shpërndarjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht kemi kërkuar nga gjykata që të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e këtij dekreti deri në nxjerrjen e aktgjykimit përfundimtar. Për kryetarin e kuvendit Albulena Haxhiu, vendimi i hershëm i së premtes nga presidentja Vjosa Osmani ka qenë i ngutshëm. Vendimi i presidentes për të shpërndarë kuvendin për mua ka qenë befasi, sepse është jo kushtetues, është i ngutshëm dhe natyrisht që si të tillë do ta kundërshtoj edhe si kryetare e kuvendit. Ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese, Kadri Kryeziu, thotë se në rast se caktohet masa përkohshme, e njëjta mund të zgjasë deri në 3 muaj. Kushtetuta i trajton aktet ose vendimet. Kushtetuta nuk e trajton kërkesën që ka bërë Albulena, kryetare e parlamentit, por e trajton dekretin të cilën e ka lëshuar presidentja. Dhe nëse kërkohet masë të përkohshme ose diçka, atëherë kjo maksimumi mund të shkon 3 muaj. Nëse nuk kërkohet masë të përkohshme, nuk ka afat prekluziv për nxjerrjen e ndonjë vendimi. Për shkak të situatës, sipas avokatit Ardian Bajraktari, kushtetuesja mund të dalë me një aktgjykim brenda kësaj jave. Edhe për më tepër vlerësoj që së paku sa përket masës së përkohshme do të duhej e njëjta me marrë një vendim siç edhe e thot ligji brenda një afatit të arsyeshëm, po besoj që në rast se do të ketë një të tillë, besoj që do të mund ta presim gjatë kësaj jave. Në përputhje me kushtetutën. Në mëngjesin e 6 marsit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shpallur dekretin për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, pasi sipas saj, kuvendi nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri brenda afatit kushtetues.